Sot, le të marrim kohë së bashku për të menduar për qiellin, atë dhe unë tonë. Le të hedhim një vështrim të fjalët në librin e Hebrejve, kapitulli 11, vargu 15. Dhe, po ta kishim pasur në mend atë nga e cila kishim dalë, do të kishin gjetur kohë të ktheheshin atje. Por ata tani dëshirojnë një atë dhe më të mirë, ku? Do me thënë qiellor. Në fakt, atë dhe ynë është mbretëria e përjetshme e qiejve. Ne harruam lavdinë e vendit qiellor, pasi erdhëm në këtë tokë. Ndërsa jetojmë në këtë tokë, nuk mendojmë se çfarë do të na ndodh pas vdekjes sonë, nëse do të shkojmë në qiell apo jo. Kështu e jetojmë jetën tonë. Pastaj, pa pritmas, pa paralajmërim, përballemi me vdekjen. Ja pse thot, nëse do të kishin menduar për atë dhe unë që kishin lënë. Ka kaq shumë njerëz që as nuk mendojnë për atë atëve. Pa menduar kur për qiellin, pa menduar kur për ferin, pa menduar kur për jetën dhe lumturinë e përjetshme. Ata thjesht po çojnë dëm çdo ditë që Perëndia ua ka dhënë. Atë dhe ynë është mbretëria e përjetshme e qiejve. Qielli është atë dhe ynë. Ekziston një skenë ku Jakobi pati një bisedë me faraonin, një mbret të Egjiptit, dhe Jakobi tha, vitet e shtektimit tim janë 130. Midis psalmeve, Davidi tha, statutet e tua kanë qenë kantikët e mi në shtëpinë e shtektimit tim. Në Bibël mund të shohim se etërit e besimit nënkuptonin se e gjithë jeta e tyre në tokë ishte vetëm një pelegrinazh. Kjo do të thotë se jeta e tyre këtu ishte vetëm e përkohshme dhe ata përfundimisht do të ktheheshin në qytetin e tyre të lindjes. Mbretëria e qiejve është një vend ku nuk ka vdekje, zi apo dhimbje. Duke pasur parasysh faktin se kjo është një botë kaq e lavdishme, duhet të ketë një arsye pse jemi hedhur poshtë në këtë tokë. Le të shohim Isain, kapitullin 59, vargun 2. Por paudhësit tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndis tuaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej jush, që të mos ju dëgjojë më. Bibla na mëson kështu. Bibla na mëson se ne jemi ata që u dëbuam nga qielli për shkak të paudhësive tona. Nga perspektiva shpirtërore, edhe një person që nuk ka kryer kurrë mëkat që nga lindja e tij konsiderohet si dikush që ka kryer mëkat. Kjo është arsyeja pse Bibla thotë se nuk ka askush në këtë tokë që mund të pretendojë se është pa mëkat. Le të shohim së bashku Gjonit të parë, kapitulli 1, vargu 8. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. Po t'i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që të na falë mëkatet dhe të na pastrojë nga çdo paudhësi. Po të themi se s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar dhe fjala e tij nuk është në ne. Bibla na tregon se ne jemi mëkatarë që u hodhëm poshtë në këtë tokë pasi mëkatuam në qiell. Megjithatë, nëse dikush thotë, unë nuk kam asnjë mëkat, jam i pafajshëm, nuk jam mëkatar. Ata po e nxjerrin Perëndin, i cili tha se ne mëkatuam si gënjeshtar. Të gjithë nuk ka fare rëndësi nëse bëhemi persona me ndikim në këtë tokë. Përkundrazi, duhet të jetojmë jetën tonë duke menduar, çfarë duhet të bëj për t'u kthyer në atë vëmtim qiellor. Nëse e bëjmë këtë, mund të kemi një kuptim të duhur të jetës dhe qëllime të qarta ndërsa jemi në tokë. Meqense se nuk e din nga janë, nuk din as ku të shkojnë. Shumica e njerëzve nuk e din qëllimin e jetës së tyre në tokë. Nëse u bëni pyetjen e thjeshtë, cili është qëllimi i jetës suaj?
Ata thjesht thonë, unë jetoj sepse duhet të kujdesem për familjen time dhe të rris fëmijët e mi. Unë jetoj për të bler një shtëpi, sepse nuk kam një. Këto nuk duhet të jenë qëllimet e jetës sonë. Rivendosja dhe kthimi në mbretërinë e humbur të përjetshme të qiejve është vepra më kuptimplot që mund të bëhet në jetën tonë. Shpresoj se keni marrë shumë hir përmes këtij predikimi. Faleminderit shumë.